Bukuria e Bregdetit shqiptar, përmirësimi i infrastrukturës, si dhe çmimet e lira janë ato që vazhdojnë të tërheqin pushuesit e huaj drejt vendit ton. Sipas operatorëve turistik, vetëm 2 muajt e parë të këtij sezoni kanë vizituar vendin ton 1.4 milion turist. Brenda këtyre 2 muajve në Shqipëri kanë ardhur 1.4 milion. Në shifrën e paraqitur, ashtu siç edhe vitet të tjera, peshën kryesore janë shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë dhe migracioni. Shqipëria përgjithsisht si në turizmin e rreth detit, por në të gjitha elementet e tjera turistik të hoteleve apo të restoranteve apo të shërbimeve tjera, ne jemi më lirë sot se sa Malizi, Kroacia dhe Greqia si vende të zhvilluara turistike mesdhetare. Gjithashtu, sipas agjensive turistike, këtë vit është vënë re një rritje e ndjeshme e vizitorëve që preferojnë turizmin kulturor dhe atë malor. Po ta marrim pastaj si një tendencë, po them, edhe risi turistike të turistëve të huaj. Tendenca kryesore nuk është shumë te turizmi rreth së detit nga këto kategori turistike, sesa është turizmi kulturor dhe historik dhe turizmi që ka të bëjë me natyrën, agroturizmi, ekoturizmi apo turizmi aventurës. Operatorët turistik, duke ju referuar numrit aktual të pushuesve në vendin ton, parashikojnë 25% më shumë vizitor krahasuar me vitin e kaluar.